Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Unë jam Flutur Akasa. Do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Qindra e qytetarë janë mbledhur në sheshin Skënderbej në Tiranë në kuadër të protestave kundër projektit në zonën e Zvërnecit. Protestuesit kanë marshuar më pas drejt kryeministrisë duke kërkuar anulimin e investimit dhe transparencë mbi procedurat. Tubimi është zhvilluar në thirrje për mbrojtjen e mjedisit dhe pronës publike. Policia ka monitoruar nga afër lëvizjet e protestuesve për të garantuar rendin publik. Në sheshin Skënderbej janë mbledhur qindra e qytetarë në një protestë organizuar kundër projektit të zhvillimit të zonës së Zvërnecit, i cili ka ngjashur debat të gjerë publik në ditët e fundit. Pas grumbullimit në qendër të kryeqytetit, protestuesit kanë nisur marshimin me flamuj kombëtar, pankarta dhe thirrje kundër qeverisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i qeverisë. Protestuesit kanë theksuar se shqetësimi i tyre nuk lidhet vetëm me një investim të vetëm, por me mënyrën e menaxhimit të hapësirave publike dhe transparencës institucionale në dhënien e lejeve të zhvillimit. Sipas tyre, projekte të tilla duhet kalojnë përmes konsultimit të gjerë publik dhe të respektojnë standardet mjedisore. Pas fjalimeve të mbajtura para kryeministrisë, mijëra qytetarë nisën marshimin përgjatë bulevardit të Shmorët e Kombit dhe në rrugët kryesore të kryeqytetit. Për të 10-ën ditë radhazi, shqiptarët janë në shesh dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama. Revolta qytetare është tashmë në nivele shpërthyese. Forcat e rendit kanë qenë pranishme përgjatë gjithë itinerarit të protestës, duke monitoruar situatën dhe duke siguruar mbrojtjen e tubimit. Deri në këtë moment protesta ka vijuar pa incidente të raportuara, ndërsa qytetarët kanë vijuar marshimin në mënyrë paqësore drejt qendrës së institucioneve qeveritare në kryeqytet. Kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar se për zonën e Zvërnecit nuk ekziston asnjë projekt ndërtimi, por vetëm një proces dhe interes nga një kompani private. Ai tha se nuk ka leje ndërtimi dhe përrjedhoi nuk mund të flitet për anulim projekti. Rama komentoi edhe protestat e zhvilluara duke i cilësuar si pjesë e normalitetit demokratik. Sipas tij, Ishulli i Sazanit nuk është në shitje dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ka konferenca e tretë kombëtare e arsimit dhe forumit profesional, kryeministri Edi Rama ju përgjigj akuzave të ngritura gjatë protestave të fundit në Tiranë. Kundër të tjera është kundërshtuar projekti i investimit në zonën e Zvërnecit dhe janë ngritur shqetësime për shpopullimin e vendit dhe punësimin e të huajve. Rama i cilësoi këto pretendime si të pavërteta dhe të shkëputura nga realiteti ekonomik i vendit. Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe për punonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitet. Është gabim i madh që të flitet në këtë mënyrë, edhe është një gënjeshtër e madhe që të mendohet në këtë mënyrë. Spari, ne nuk është se kemi një numër të madh investitorësh të huaj në turizëm. Sapo ka filluar një interesim nga kapitali dhe nga sipërmarrja e huaj për Shqipërinë, që lidhet me suksesin e Shqipërisë në turizëm. Sipas tij, investimet e mëdha ndërkombëtare nuk shkatrojnë mjedisin, por përkundrazi kontribuojnë në zhvillimin dhe standarde më të larta. Nuk ka prova që kapitali i huaj dhe sipërmarrja prestigjioze ndërkombëtare të ketë luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërta është e vërtetë. Madje Rama ironizoi edhe protestat, pasi sipas tij nuk ka ende një projekt konkret. Këtu BPB sigur po importojnë plera, sepse është një qasje e cila nuk niset nga faktet, nuk niset nga projekti, nuk niset nga studimi i mjedisit, por niset vetëm nga një frikë dhe njëkohësisht nga një ideologji që nuk është kompatibël me zhvillimin. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar ndaj protestave të fundit në Tiranë duke i cilësuar akuzat për investimet në Zvërnec dhe shpopullimin si të pavërteta dhe pa lidhje me realitetin. Ai ka mbrojtur investimet e huaja në turizëm duke thënë se ato sjellin zhvillim dhe standarde më të larta ekonomike për vendin. Rama hodhi poshtë pretendimet se Shqipëria po kthehet në një vend me fuqi punëtore të huaj dhe se projektet turistike dëmtojnë mjedisin.
Në një konferencë përshtyp me gazetarët Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama nuk është ndalur te debatet e fundit publike lidhur me projektin e pretenduar në zonën e Zvërnecit, duke theksuar se nuk ekziston asnjë projekt zyrtar ndërtimi. Sipas tij, situata e krijuar në publik është ndikuar nga keq interpretimi i një konflikti në terren, i cili ka përfshirë një incident mes një roje sigurie dhe një protestuesi pra një prone private. Rama tha se pikërisht ky rast ka shërbyer si shkak për përshkallëzimin e protestave. Kjo protestë është provokuar nga një akt i shëmtuar dhune nga një roje sigurie kundër një protestuesi në kufirin e tokës, vendi për cilën po flasim që për një javë apo më shumë tashmë, për të cilën morë masa më të ashpra dhe më të shpejta. Protesta është ndruar në protestë masive me refrenin anuloni projektin. Thash po e anulojmë në këtë moment, por më tregoni projektin, nuk ka projekt, tha kryeministri. Kreu i qeverisë theksoi se ndonse ekziston një kompani interesuar për zhvillimin në zonë, nuk ka ende asnjë leje ndërtimi apo projekt të miratuar. Nëse dikush thot se ka një leje ndërtimi, le ta tregoj atë. Përkundrazi, nëse më pyesni dhe jeni të interesuar për faktet, po, ka një proces, po, ka një kompani. Sigurisht që ka një kompani, por fakti që ka një kompani nuk do të thotë se ka një projekt. Rama reagoi edhe ndaj raportimeve në mediat ndërkombëtare, të cilat kanë pasqyruar pretendimet e protestuesve se në zonë ekziston një projekt konkret. Ai i cilësoi këto raportime si të pabazuara në informacion të pasakt dhe keq interpretim të situatës. Ju keni ardhur pas disa ditësh kur historia është përhapur në mënyrë të gabuar, por nuk ka projekt. Gjatë deklaratës së tij, Rama u ndal edhe tek çështja e ishullit të Sazanit, duke sqaruar se nuk ka asnjë marrëveshje për shitjen apo privatizimin e tij. Sipas tij, çdo diskutim lidhet vetëm me një bashkëpunim të mundshëm investimi dhe jo me transferim pronësie. S'kemi marrëveshje për ishullin e Sazanit, sepse po negociojmë prej 2 vitesh, kur s'kan kërkuar ta blejnë ishullin dhe po ta kërkonin, kur nuk na ka shkuar ndonjëherë në përmend alternativa për ta shitur ishullin. Marrëveshja ka të bëjë me sipërmarrjen e përbashkët mes investuesit dhe Shqipërisë. Ishulli u përket shqiptarëve, Republikës së Shqipërisë. Ai shtoi se protesta paqësore janë pjesë normale e një shoqërie demokratike, ndërsa theksoi se debatet e fundit duhet të shërbejnë si reflektim për të gjitha palët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi nga Sarajeva se Shqipëria po përballet me një krizë të thellë politike, institucionale dhe shoqërore. Gjatë konferencës së tij, ai paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet nëse nuk gjendet një zgjidhje paqësore. Berisha kërkoi krijimin e një qeverie kujdestare që sipas tij do të garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga Sarajeva, ku mori pjesë në konferencën e Partisë Popullore Evropiane, kreu i opozitës shqiptare Sali Berisha paraqiti para partnerëve evropian shqetësimet e tij për situatën politike në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një krizë të thellë që kërkon zgjidhje të menjëhershme, duke u referuar protestave të zhvilluara në vend. Berisha tha se tensionet mund të përshkallëzohen nëse nuk adresohen kërkesat e qytetarëve dhe akuzoi kryeministrin për mungesë reflektimi ndaj situatës. Shqipëria ndodhet në sadhën e urgjencës, është vërtet një llom urgjence, po përballet me protesta që nuk janë parë më parë, edhe mënyra se si kryeministri po i trajton është shumë cinike, madje më shumë se cinike. Vendi ka nevojë për një zgjidhje paqësore dhe civile, duke shmangur një përplasje të mundshme që mund ta kthejë vendin shumë vite pas, ose në një regres të rënd. Lëvizja është e pandalshme, ju them këtë, nuk është vetëm një lëvizje partisime, por është e pandalshme. Sipas tij, rruga për dalje nga kriza kalon përmes krijimit të një qeverie kujdestare e cila do të administronte procesin zgjedhor dhe do të garantonte standarde demokratike. Është me rëndësi themelore që kjo të merret seriozisht dhe të gjendet një zgjidhje paqësore me një qeveri kujdestare që të çojë vendin drejt të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Këto janë edhe kërkesat kryesore të tyre, përfshirë dhe dorëheqjen e kryeministrit, por më e rëndësishmja është zgjidhja e kësaj krize në mënyrë të qytetëruar dhe paqësore, duke shmangur çdo përplasje që mund të ndodhë. Gjatë fjalës së tij, Berisha ndaloi edhe tek projekti i zhvillimit në zonën e Zvërnecit, duke kërkuar respektimin e standardeve mjedisorë europiane dhe legjislacionit që mbron habitatet natyrore. Në zonën e Zvërnecit duhet të respektuar ligji, Natyra 2000 dhe direktivat e Bashkimit Evropian dhe habitatet për shpendët. Kur shkel gjithçka, sillesh si sultan, si një sultan i promovuar. Kryedemokrati ngriti gjithashtu shqetësime për funksionimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri, duke argumentuar se korrupsioni dhe trafiku i drogës mbeten sfida serioze për vendin. Sipas Berishës, këto probleme përbëjnë pengesa të rëndësishme dhe për avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në zonën e Bashkë-Rrjedhit në Velipoj janë rritur tensionet mes banorëve që pretendojnë pronësinë e tokës dhe subjekteve që po zhvillojnë një projekt turistik.
Sipërfaqet të tëra janë rrethuar me tela me gjëmba, ndërsa banorët akuzojnë për tjetërsim dokumentash pronësie dhe zaptim provënash. Situata është shoqëruar me përplasje dhe ndërhyrje të policisë private. Banorët kanë zhvendosur protestën e tyre edhe në Tiranë. Situata në zonën e Baksërjoll në Velipoj vijon të mbetet i tensionuar pas vendosjes së rrethimeve me tela me gjemba në sipërfaqe toke që banorët vendas pretendojnë se janë pronë e tyre. Prej muajsh banorët e zonës kanë dalë në protesta duke kundërshtuar atë që e cilësuan si zaptim të tokave dhe tjetërsim të dokumenteve të pronësisë. Sipas tyre, ish zyrtari i kadastrës të Shkodrës ka ndryshuar të dhënat e pronësisë duke përfituar sipërfaqe të mëdha toke, të cilat më pas janë shitur një investitori për ndërtimin e një resorti turistik në Bregdet. Çështja po ndiqet nga prokuroria e Shkodrës, por pavarësisht hetimeve, projekti nuk është ndalur. Kjo situatë ka sjellë përplasje të përsëritura mes banorëve, përfaqësuesve të kompanisë ndërtuese dhe policisë private që ruanin territorin. Në disa raste situata ka degeneruar edhe në konfrontime fizike, duke sjellë procedime penale ndaj disa banorëve. Banorët e konsiderojnë vendosjen e rrethimeve me tela me gjëmba si simbol të padrejtësisë dhe humbjes së pronës. Në reagimin e tyre publik, banorët shprehen se çështja nuk lidhet vetëm me pronën, por edhe me dinjitetin e tyre, duke cilësuar situatën si një konflikt të hapur mes komunitetit dhe interesave të zhvillimit privat. Pas protestave në Velipoj, një pjesë e banorëve ka zhvendosur tubimin e tyre edhe në Tiranë, ku janë bashkuar në protesta masive dhe po vijon prej disa ditësh në kryeqytet. 5 ditë pas denoncimit për zhdukjen e Gland Koçit, hetimet e policisë së Tiranës kanë marrë një kthes të rëndësishme. Autoritetet dyshojnë se 34 vjeçari është vrarë, ndërsa për autor të krimit dyshohet një mik i tij ngushtë i shpallur tashmë në kërkim. Një person tjetër është arrestuar si bashkëpunëtor i dyshuar në ngjarje. Kërkimet ndërkohë vijojnë për të arrestuar si bashkëpunëtor të dyshuar në ngjarje një tjetër person. Kërkimet vijojnë për gjetjen e trupit të riut dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Hetimet për zhdukjen e 34 vjeçarit e Gland Koçi kanë çuar policinë drejt dyshimeve se bëhet fjalë për një krim të rëndë. 5 ditë pas kallëzimit të familjarëve, grupi hetimor ka mbledhur prova që sipas burimeve zyrtare kryejnë bindjen se i riu mund të jetë vrarë edhe më pas trupi i tij të jetë fshehur. Pista kryesore e hetimit çonte Armand Shaka, i konsideruar mik i afërt i viktimës. Ai ishte shpadhur në kërkim ndërsa autoritetet po punojnë për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Në pranga ka përfunduar edhe Enea Zyferi, i cili dyshohet se ka ndihmuar në fshehjen e ngjarjes. Sipas hetimeve, ai ka qenë pranë vendit ku dyshohet se është kryer krim dhe mund të ketë pasur dieni për lëvizjen e autorit të dyshuar. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë luajtur një rol kyç në rindërtimin e itinerarit të 34 vjeçarit. Nga verifikimet rezulton se ai ishte parë për herë të fundit në zonën e bulevardit Jeanne d'Arc, pra një ambienti të lidhur me të dyshuarin kryesor. Sipas hetuesve, pas hyrjes në atë zonë, Koçi nuk është parë më të largohet. Kontrollet në terren dhe analiza e provave kanë ngritur dyshime se pas ngjarjes është përdorur një automjet për të transportuar trupin. Ndërkohë, policia dyshon se janë ndërmarrë edhe veprime për të humbur gjurmët e krimit. Një prej tyre lidhet me zhvendosjen e motorit të viktimës nga zona ku dyshohet se ndodhi ngjarja drejt zonës së 5 Majit, ku mjeti u gjet disa ditë më vonë. Aktualisht forcat e policisë po zhvillojnë kërkime në zona të ndryshme të periferisë së Tiranës me qëllim gjetjen e trupit dhe sigurimin e provave të tjera që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Edhe pse 34 vjeçari rezulton i punësuar në një biznes mobilerie, hetuesit po verifikojnë informacione që e lidhin atë me aktivitetet në fushën e kriptomonedhave. Kjo mbetet një nga pistat ku po përqendrohet hetimi për të kuptuar motivin e mundshëm që çoi në zhdukjen dhe vrasjen e të dyshuarit të tij. Policia ka gjetur automjetin që dyshohet se u përdor për vrasjen e 27 vjeçarit Ardian Baloshi në Paskuqan. Mjeti u zbulua i fshehur pranë liçenit të Bovillës, ndërsa autori i dyshuar Sadik Llani vijon të jetë në Arati. Forcat e Renea po zhvillojnë kontrolle intensive për lokalizimin e tij. Hetimet po përqendrohen edhe te motivet që mund të kenë çuar në krimin e rëndë. Hetimet për vrasjen e 27 vjeçarit Ardian Baloshi kanë zbuluar detajet e reja lidhur me lëvizjet e autorit të dyshuar pas ngjarjes. Policia ka gjetur automjetin që dyshohet se është përdorur nga Sadik Llani për të kryer krimin i fshehur me spemëve në afërsi të liçenit të Bovillës. Sipas grupit hetimor, itinerari i ndjekur nga autori është ndërtuar përmes pamjeve të kamerave të sigurisë tek bizneset përgjagjë rrugës. Gjatë kontrollit të automjetit tip Mercedes-Benz, ekspertët nuk kanë gjetur sende të kundralishme apo prova që mund të çojnë në
drejt për drejt tek vendodhja e autorit. Dyshimet janë se arma e përdorur në krim e llojit Kalashnikov është marrë me vete nga 39 vjeçari para se të braktiste mjetin. Për këtë arsye operacioni për kapjen e tij është intensifikuar. Forcat speciale Renea kanë ushtruar kontrolle në të paktën 15 objekte të ndryshme, përfshirë dhe banesa të vjetra të dyshuarit në fshatin Rancë të Krujës. Megjithatë, deri në këto momente nuk është bërë mundur gjendja e tij. Burimet nga hetimet bëjnë të ditur se policia dyshon se Dhani mund të jetë fshehur në zonat malore të Krujës për shkak të rrezikshmërisë së lartë që ia atribuohet. Autoritetet kanë shpadur një shpërblim prej 10.000 eurosh për çdo informacion që ndihmon në lokalizimin dhe arrestimin e tij. Ndërkohë, për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, hetuesit kanë marrë në pyetje 8 persona, mes tyre dëshmitar okular dhe persona të afërt me viktimën. Sipas dëshmive të mbledhura mes Baloshit dhe autorit të dyshuar, kishte ekzistuar një konflikt i hershëm më shumë se një vit më parë, por më pas marrëdhëniet mes tyre ishin normalizuar dhe ata kishin vazhduar të shoqëroheshin. Sa i përket motivit, një nga pistat kryesore të hetimit lidhet me aktivitetin në fushën e narkotikëve. Dyshimet e policisë mbështeten edhe në precedent penal të autorit të dyshuarit, i cili rezultoni arrestuar më parë për posedim të lëndëve narkotike dhe i dënuar për vjedhje. Hetuesit po verifikojnë nëse mosmarrveshje të mundshme që lidhen me trafikun e drogës mund të kenë qenë shkaku që çoi në vrasjen e të riut. Policia e Vlorës ka finalizuar një operacion në fshatin Vranish duke arrestuar në flagrancë 6 persona të dyshuar si pjesëtar të një grupi kriminal që vepronte në Vlorë dhe Fier. Gjatë aksionit janë sekuestruar armë zjarri, municion celular, para dhe automjete përfshirë dhe një mjet të blinduar. Mes të arrestuarve ndodhet e një person i shpadur në kërkim ndërkombëtar nga Italia i dënuar për trafik droge. Një operacion i gjerë policor është zhvilluar mbrëmjen e dieshme në qarkun e Vlorës, ku forcat e rendit kanë goditur një grup kriminal të dyshuar për rrezikshmëri të lartë shoqërore, i cili dyshohet se vepronte edhe në zonën e Fierit. Aksioni është përqendruar në fshatin Vranisht, ku forcat e policisë kanë rrethuar një lokal dhe kanë arrestuar në flagrancë 6 persona të dyshuar si anëtar të grupit. Sipas policisë, në operacion janë sekuestruar 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak dhe 7 aparate celulare, një mjet 850 euro, si dhe 3 automjete, 2 prej të cilëve me targa të huaja dhe një i blinduar. Të arrestuarit janë identifikuar si Florian Shala alias Florian Adhias, Neritan Dalipaj alias Neritan Qejvanaj, Aleksandr Dula alias Aleksandr Thomaj, alias Ilir Dula, Miço Beqiraj, Dritan Çelaj dhe Turi Algjoni. Ky i fundit dyshohet si autori plagosjes me armë zjarri të një 27 vjeçari në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhur 2 ditë më parë në zonën e Çoles. Sipas të dhënave zyrtare, 55 vjeçari Algjoni akuzohet për plagosjen e Kevi Lazajt, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar rolin e secilit prej të arrestuarve në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë, një nga të ndaluarit, Ilir Dula, rezulton i shpadur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Sipas vendimit të gjykatës së apelit në Lecce, ai është dënuar në vitin 2024 me 6 vite e 8 muaj burg për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Policia bën me dije se aksioni është pjesë e operacionit më të gjerë për goditjen e grupeve kriminale aktive në jug të vendit, ndërsa materialet hetimore janë referuar prokurisë për veprimet më të ishme ligjore. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar në gjykat pushimin e çështjes së ndaj tij në kuadër të dosjes së sterilizimit. Ai ka kundërshtuar vlefshmërinë e provave digjitale duke pretenduar se ato nuk janë të certifikuara dhe disa dokumente nuk përmbushin standardet ligjore. Beqaj ka mohuar akuzat për vjedhjen dhe ka theksuar se nuk ka pasur përfshirje në veprimet palishme. Gjatë paraqitjes së kërkesave paraprake, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur në seancën gjyqësore ku ka kërkuar pushimin e akuzave ndaj tij në kuadër të hetimeve për çështjen e njohur si dosja e sterilizimit. Gjatë paraqitjes së kërkesave paraprake, Beqaj ka kundërshtuar vlefshmërinë e një sër provash të përdorura nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duke përfshirë komunikime elektronike, email dhe materiale digjitale. Sipas tij, këto prova nuk mund të pranohen në gjykim pasi siç pretendon ai, laboratori i përdorur për verifikimin e tyre nuk është i akredituar. 3 herë avokati im ka pyetur nëse laboratori është i akredituar, SPAK nuk ka dhënë përgjigje. Provat digjitale duhet përjashtohen, shprehur Beqaj në sallën e gjyqit. Ai ka kërkuar gjithashtu përjashtimin e një dokumenti të referuar si aneksi 5, duke pretenduar se nuk përmbush kriteret formale të një prove ligjore, pasi sipas tij mungojnë forma dhe vula. Beqaj ka hidhur poshtë akuzat për përfshirje në korrupsion duke deklaruar se nuk ka kryer vjedhje dhe se nuk ka firmosur apo miratuar
pagesa në cilësinë e tij si ministër. Ai ka shtuar se ligji nuk përcakton qartë sipas tij përgjegjësinë për sjelljet caktuara që i atribuohen në këtë çështje. Gjithashtu ish-ministri ka kërkuar pushimin e plotë të çështjes penale, duke deklaruar se nuk pranon akuzat për hyrjen e kostove të koncesionit të sterilizimit. Sipas tij, prokuroria nuk ka kryer verifikime të drejtpërdrejta në strukturat shëndetësore për është mbështetur në përdhogëritje të brendshme. Çështja vijon të shqyrtohet nga gjykata, ndërsa mbrojtja dhe prokuroria pritet paraqisin argumentet e tyre në vijim të procesit. Gjykata e posaçme ka shpallur vendimin për dy të pandehurët i drejtësisë Artan Tafani dhe Kristi Bixheku të akuzuar për një sër veprash të rënda penale. Ata e janë dënuar për përfshirje në grup të strukturuar kriminal dhe veprimtari të lidhura me vrasje dhe shpërthime me eksploziv. Të dy përfitojnë ulje dënimi për shkak të gjykimit të shkurtuar, por edhe statusit të bashkëpunëtorit të drejtësisë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë vendimin për dy ish-anëtar të grupit të drejtuar nga Laert Haxhia, të cilët tashmë kanë bashkëpunuar me drejtsinë. Të pandehurit Artan Tafani dhe Kristi Bixheku janë shpallur fajtor për disa vepra penale të rënda përfshirë shkatrim prone me eksploziv, sigurim të kushteve dhe mjeteve për vrasje, si dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit të gjykatës, Artan Tafani është dënuar fillimisht me 7 vite burg, ndërsa Kristi Bixheku me 3 vite gjysmë. Megjithatë, për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe statusit të bashkëpunëtorit të drejtësisë, dënimet e tyre janë reduktuar përkatësisht në 2 vite e 7 muaj për Tafanin dhe 2 vite e 4 muaj për Bixhekun. Gjykata shpalli gjithashtu të pafajshëm Bixhekun për një nga akuzat që lidhet me përgatitjen e vrasjes së Genc Hidës në Lushnjë, ndërkohë Artan Tafani u shpall fajtor për përfshirje në ngjarjen e vrasjes së Recep Kinës, e ndodhur në 6 korrik 2022 në Lushnjë, ku sipas dosjes hetimore ai ka vepruar në bashkëpunim me persona të tjerë të grupit kriminal. Vendimi i GKK-s vjen në kuadër të hetimeve ndaj një prej grupeve kriminale më të përfolura në vend, ku dëshmitë të pandehurve kanë luajtur rol kyç në zbardhjen e disa ngjarjeve të rënda. Rreth 60 shofer taksish në Sarandë kanë protestuar këtë të martë para bashkisë, duke kërkuar masa ndaj mjeteve që sipas tyre operojnë pa licencë. Ata dorëzuan një kërkesë zyrtare dhe ngritën shqetësime për konkurrencën e padrejtë nga automjete turistike dhe taksitë e ardhura nga qytetet e tjera. Protestuesit kërkuan gjithashtu vënien në funksion të terminalit të ri të autobusave. Në Sarandë është zhvilluar këtë të martë një protestë nga rreth 60 shoferë taksish, të cilët janë mbledhur para godinës së bashkisë për të shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me funksionimin e tregut të transportit urban dhe ndërurban në qytet. Protestuesit pretendojnë se në territorin e qytetit operojnë automjete të ndryshme pa licencë, përfshirë taksi që vijnë nga qytete të tjera dhe mjete të agjencive turistike, të cilat sipas tyre po kryejnë transport pasagjerësh në mënyrë të palishme dhe po dëmtojnë biznesin e taksive të licencuara. Në kuadër të ato kanë dorëzuar një kërkesë zyrtare në Bashkinë e Sarandës, ku kërkojnë të hyjet menjëhershme për të rregulluar tregun e transportit dhe për të vendosur rregulla të qarta për aktivitetin e taksive në qytet. Një tjetër kërkesë e tyre lidhet me vënien në funksion të terminalit të ri të autobusave, të cilën e konsiderojnë të domosdoshëm për organizimin e transportit publik. Gjatë protestës është vënë re një prani e shtuar e forcave të policisë në ambientet përreth bashkisë për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e situatës. Në një moment të tubimit, një grup protestuesish kanë tentuar të hyjnë në ambientet e institucionit për të kërkuar një takim me përfaqësuesit vendor, por janë ndaluar nga policia në hyrje të godinës. Shoferët e taksive kanë paralajmëruar se nëse kërkesat e tyre nuk merren në konsideratë nga institucionet përgjegjëse, do të vijojnë me forma të tjera proteste në ditët në vijim, duke theksuar se situata aktuale po rrezikon seriozisht aktivitetin e tyre ekonomik në qytetin turistik të Sarandës. Mbi 26.000 protestuese në të gjithë vendin kanë zhvilluar provimin e dytë maturës shtetërore në Lëndën e Gjuhës dhe Letërsisë. Ministria e Arsimit ka reaguar pas daljes së tezës 30 minuta pas nisjes së provimit, duke theksuar se procesi nuk është cënuar. Një maturant është përjashtuar nga provimi pasi u identifikua si person që nxorri tezën. Mbi 26.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë kanë zhvilluar provimin e dytë maturës shtetërore të Lëndës së Gjuhës dhe Letërsisë, një nga provimet kyçe të procesit të përfundimit të shkollës së mesme. Gjatë zhvillimit të testimit është raportuar dalja e tezës për rreth 30 minuta pas nisjes së provimit, një ngjarje që ka ngjallur reagime, por sipas Ministrisë së Arsimit nuk ka ndikuar në integritetin e procesit. Autoritetet kanë bërë të ditur se manduranti përgjegjës për publikimin e tezës është identifikuar dhe është përjashtuar menjëherë nga provimi. Në reagimin zyrtar, Ministria e Arsimit ka
theksuar se masat e sigurisë në provim mbeten të forta dhe se rasti i evidentuar është trajtuar menjëherë pas rregullave në fuqi. Pas përfundimit të testimit, një pjesë e maturantëve ka vlerësuar tezën si të nivelit mesatar, ndërsa pjesa letrare e analizave ishte vepra Prometeu i mbërthyer i Eskilit, i cili është pritur pozitivisht nga nxënësit. Pas të dhënave nga shkolla, shumica e maturantëve tashmë ka një ide të qartë për dekën universitare që do të ndjekin, ndërsa një pjesë e vogël ende mbetet në proces zgjedhjeje. Maturatët pritet të përballen me 2 provimet e fundit maturës shtetërore, matematikën në 16 qershor dhe lëndët me zgjedhje në 23 qershor, duke përmbyllur kështu ciklin e provimeve të këtij viti. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pa reshje, domethënse, temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8, sipas të dhënave astronomike. Lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 32 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 32 gradë Celsius, Berat 19 deri në 33 gradë Celsius, Korç 13 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 28 gradë Celsius, Sarandë 20 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Reshjet nuk priten të jenë problematike në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 26 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.